Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Pak minuta më parë, flotilja Sumut ka mbërritur në portin e Vlorës. Bordin e saj kanë udhëtuar nga Brindisi drejt portit të Vlorës aktivistë të njohur, të huaj, shqiptar, gazetar, fëmijë, pasardhës të atyre që emigruan në fillim të viteve 90 drejt Italisë dhe sot kthehen në Shqipëri, në një udhëtim i cili synon të mbështesë revolucionin e flamingove dhe të shpreh kundërshtinë e saj kundër investimit turistik në Sazan dhe në Zvërnes, si investim turistik i lidhur drejt për drejt me xharet të Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Këto janë dhe pamjet që ka sjell kolegu dhe korrespondenti Euronews Albania Algert Harizi, me të cilin do të kem edhe një lidhje të drejt për të na dhënë të gjitha detajet e këtij udhëtimi nga Brindisi në Vlorë. Algert, nuk e di, më dëgjon? Atëherë derisa kolegu Algert Harizit jetë gati, po ju thoja pak më parë që janë edhe këto pamjet që vinë drejt për drejt nga Vlora, udhëtarët e flotiljes Sumut, 3 varka të vogla që kanë udhëtuar nga Brindisi drejt të Vlorës, tashmë ndodhen në tokë shqiptare, mbajnë një pankart me mbishkrimin ne me diasporën për të shprehur mbështetjen e tyre ndaj protestës që zhvillohet prej më shumë se 3 muajsh në bulevardin dëshmoror të Kombit, jo vetëm kundër këtij investimi të pritshëm në Zvërnes dhe Sazan, të paktën sipas asaj që ka deklaruar kryeministri Edi Rama, që qeveria shqiptare nuk do të tërhiqet nga ky investim, po për të shprehur kundërshtinë e tyre edhe ndaj qeverisë së Edi Ramës në mbështetje të mira qytetarëve që çdo ditë dalin në shesh dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndryshimin e disa ligjeve që kanë të bëjnë drejt për drejt me procesin zgjedhor dhe po aq të ligjeve që lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe të natyrës. Siç duket edhe nga këto pamja, ata mbajnë flamuj të ndryshëm, mbi zotëron flamuri shqiptar në flotlije dhe simboli i revolucionit të flamingove, pikërisht flamingo ngjyrë roz. Nuk e di nëse në këto momente Algerti më dëgjon? Algert, atëherë cilat janë detajet e këtij udhëtimi dhe çfarë po ndodh në brigjet e portit të Vlorës? Për më shumë se një orë, sapo ka mbërritur në qytetin e Vlorës flotilja që ishte nisur prej mbrëmjes së dieshme nga brigjet e Brindisi. Ata kanë mbërritur pak momente më parë në qytetin e Vlorës, ku me anë të 3 veljere janë më shumë se 30 aktivistë, qytetarë, por dhe përfaqësues të medias italiane dhe bitë të diasporës shqiptare që kanë emigruar 35 vjet më parë drejt brigjeve italiane. Fëmijët e tyre tashmë janë rikthyer në qytetin e Vlorës. Unë ju kam dërguar dhe një intervistë pak momente më parë të një prej vajzave që ka qenë pjesëmarrëse dhe ka mbërritur në qytetin e Vlorës. Siç po e shikojmë në pamje tashmë, këta aktivistë po përgatiten për të dhënë një deklaratë për median. Udhëtimi ka shkuar shumë mirë. Ata kanë ardhur në momentet e para në qytetin e Vlorës me pankarda me simbolin e kësaj proteste me flamingo që kanë mbajtur në duar. Ato i kanë dhe në këto momente kanë flamurin shqiptar pjesë të këtij udhëtimi dhe do marrin pjesë në protestën e ditës së nesme në qytetin e Tiranës. Pak momente më vonë ata do japin dhe një konferencë për qëllimin e kësaj vizite që kanë në brigjet e qytetit Vlorës, po qëllimi është mbështetja që diaspora shqiptare, por dhe ata aktivistë që merren me shoqërinë civile dhe me pjesën e mbrojtjes të kauzave të drejtave të njeriut në përbot, janë bërë pjesë e kësaj mbështetje të protestës që po zhvillohet në Tiranë dhe simbolika është ardhja në qytetin e Vlorës, do jenë sot dhe nesër në qytetin e Vlorës dhe pas drekës nesërme do nisen drejt Tiranës për të bërë pjesë e marshimit dhe protestës kombëtare që zhvillohet në Tiranë çdo ditë. Në këtë momente po bëhet gati, siç unë e thash dhe pak momente më parë dhe siç mund ta shikojmë, këta janë aktivistët, po bën gati për të dhënë konferencën për shtyp. Unë ju kam marrë dhe një intervistë një përfaqësuese të diasporës dhe atë intervistë e ndiqim tani.
Unë quhem Klara Ozma, jam aktiviste e kolektivit shqiptar dekolonial me Zdhem, edhe jam nisur nga Italia sepse jam edhe jo vetëm gocë e diasporës shqiptare të 90-të, se prindërit e mi kanë arritur në Itali në 98 me Gomone, por jam edhe gocë e Itali sepse kam lindur në Itali. Në Puglia jam rritur, edhe Puglia po jeton të njëjtat betejës e Shqipërisë, do me thonë grabimin e tokëve edhe restorizimit e tokës edhe detit nga investimet private edhe imperialiste. Prandaj doja të lidhja betejet e dy shteteve, po edhe të Bregdetit, që të themi që ne jena të lidhur edhe suportojnë flotilja, po reprezentojnë një mesazh suporti ndërkombëtar. Edhe sot si gocë e diasporës themi mos harrojmë sakrificat e prindërit tonë që kanë kalu detin për një ardhje më të mirë, dhe ne vazhdojmë të trashëgimi të kërkojmë një liri, një drejtësi edhe drejtësi për tokën tonë, të kaluar detin këtë radhë në mënyrë dekoloniale me një mbështetje ndërkombëtare. Kush janë ta miqtë tuaj? Miqtë e mi janë aktiviste internacionale, aktiviste italian që jetojnë të njëjta betejet në Itali, aktiviste palestinez, aktivista meksikan, aktivista nga gjithë bota që po jetojnë betejet e sulmimit edhe grabitjeve tokës në gjithë konët e botës, edhe i thojnë Shqipërisë mos ndaloni protestat, jena me ju edhe jeni shumë byrim frymëzimi për ne, prandaj jena me ju, mos ndaloni edhe por ama. Vazhdojmë të thonë që ju jeni fake news dhe rrugat janë bosh, ne duam vetëm që suportojmë që rrugat bëhen prap plot, nesër më shumë edhe nesër bashk. Do shkoni në protest në Tiranë? Po, me zor përpresim, shkojmë në protest në Tiranë, të sjellim edhe vleret e tona, vleret të lidhjet ndërkombëtare, edhe të shoqërisë internacionale, sepse jena gjithë vetëm lidhur mund të fitojmë kundër pushtetit edhe autokracisë. Algert, doja të pyesja, ka patur aktivist nga Revolucioni Flamingos që janë çdo ditë në rrugët e Tiranës që kanë ardhur në Vlorë për t'i pritur ata? Po, një pjesë e përfaqësuesve që janë marrë dhe me organizimin e protestës Tiranës, kanë qenë në qytetin e Vlorës në momentet e para të mbërritjes të këtyre grupit. Ata i kanë pritur, i kanë shoqëruar, siç po e shikojmë, një pjesë e grupit është pas krave të mi dhe po bëhet përgatitjet për fillimin e konferencës për shtyp që ata do japin. Janë një pjesë e grupit që merret me pjesën e protestës Tiranës që i kanë pritur, disa nga përfaqësuesit që kanë organizuar dhe protestat në qytetin e Vlorës janë pjesë e kësaj pritje. Pas krave të mi janë disa nga përfaqësuesit që i kanë pritur që në momentet e para dhe janë marrë me gjithë pjesën e menaxhimit të këtij grupit, kanë përgatitur gjithë terrenin ku do qëndrojnë ata dhe agjendën përkatëse për këto 2 ditë që do jenë në qytetin e Vlorës, për shkak se do ketë disa vizita në pjesën e Zvërnecit me ato që unë kam mësuar mbrëmjen e sotme dhe ditën e nesme, dhe do ketë dhe disa pjesën e marshimit që në qytetin e Vlorës sot zhvillohet marshimi dhe protesta në zonën e Sheshit Flamuri dhe parada që bën pjesën e qytetit, do jenë pjesë dhe aktivistët që kanë ardhur nga Italia, do jenë pjesë e marshimit të qytetit Vlorës dhe nesër do bën pjesë e marshimit në Tiranë. Pra aktivistët, Algert, të orientoj unë, në momentit që do të ketë dalje për media, të orientoj unë, më përqeshmëria juaj për të qënë sa për më shumë për ta përcjell lajmin. Pra ata do të shkojnë në Zvërnec, por nuk do të shkojnë në ishullin e Sazanit, sepse në fillim u tha që ata do ta kishin ndalesën në ishullin e Sazanit, por duket që kanë zgjedhur vetëm Zvërnecin. Nga informacionet që unë kam, por dhe nga agenda që ata kanë përgatitur, nuk ka një vizit në ishullin e Sazanit me ato që unë kam parë dhe agendën që më kanë dërguar, por është vetëm një vizit në zonën e Zvërnecit që do zhvillohet ditën e nesërme dhe disa kampingje që do zhvillohen në këtë territor. Nuk ka një vizit të përcaktuar në ishullin e Sazanit me sa unë kam informacion, por do mbetet për tu parë. Nëse do ketë zhvillime të tjera, ne do jemi të parët që do ta marrim vesh të informacion dhe gjithmonë do kemi video nëse do kemë vizit në ishullin
e Sazanit, por me sa unë kam informacion, nuk ka një leje të kërkuar për të bërë një vizit në zonën e Sazanit. Aktivistët sa janë në numër, Algert, sa ke mundur ti të shikosh, ose të mundesh të numërosh dhe janë të shtetësive të ndryshme, apo i përkasin kryesisht vetëm aktivistë të Italisë? Në dijenin time ka patur në bord edhe një eurodeputete, por nuk e di nëse është e vërtet apo jo, ka mbërritur dhe kjo eurodeputete në Vlorë për të mbështetur protestën në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Nga informacionet që unë kisha më parë, bëhet fjalë që ka patur dhe mbështetës të krave politik që do ishin pjesë e kësaj, nga numri që unë kam marrë, janë mbi 30 qytetar, aktivist, pjesë të përfaqësues të medias, siç e shikojmë, ka dhe gazetar italian që janë pjesë e kësaj, po kuriozisht pjesa më e madhe janë aktivist italian që janë pjesë e këtij turi, janë 3 veliera dhe janë mbi 30 persona që kanë qenë pjesë e ekuipazhit të këtyre 3 velierave, të cilët të gjithë do jenë pjesë e protestës sot në qytetin e Vlorës dhe nesër në pjesën e Tiranës. Okej, Algert Arizi, të falenderoj shumë për çdo detaj që mund të kesh, je i mirëpritur për të patur një lidhje tjetër. Të falenderoj për punën e sotme.